Se s'ke ditë me kënu serbisht të ne, atje po flasë, shoshin nuk i këngëtare. Por se kanë njerë Shkodër kënu serbisht? Ashtë pas kënu serbisht në Shkodër. Ashtë pas, edhe kanë njerë kënuot. Një sekundë. Të shqip për të kalzojë këtë pjesën tjetër. Edhe keme më dhënë arri shumë drejt. Hajde. Ashtë pas kënu serbisht, sa ty të ka lytë menje. Edhe kënu serbisht në Shkodër sepse jena në kufi. Kam qenë me këndua për Këshëndella në Shkodër. Ata natyrisht lëshojnë muzikë, që shto bjella këtu me Dino Marilyn, Ceca, që lëshojnë në Shkodër. Edhe një menaxhe atë. A ti ti to këngë? Tash krejt. Po ti këndoje sante këtu, të mbulojnë tha me lek. Wow. Gjamadonin? Por në moment që është ba lufta Kosovës, ne aty e kena marrë vesh që ka luftë. Edhe që jo Kosova dikon. Absolutisht Shqipa. Vombre, 98, 9. Mos kishte në luftën e prapë se kishim marrë. Shkodra është qytet i mendjes shqiptare, që s'ka mundësi mos me ditë ku Nuk është puna se s'e kanë ditë. Qytetarët janë kanë ndryshë, qytetarët janë ne shik, ne na dasha mirë të këngës. Ne kena pranu italianen këngën, ne kena pranu greken, ne kena pranu turken, kena pranu këngën bosnjake, se kënga bosnjake knohet se serbishtja s'është nutena. Ti e di shumë mirë bosanski. Tashti. Në moment që u bë lufta, ne filluam me tu ndërgjegjësu. Ej se lufta po vjen për këtyne. Tashi kënga nuk është serbisht, është bosnjake. Për ne, po të them si shkodran, ne nuk duhet të na vu as pak faj. Po tash ti si artiste e Shkodrës. Tash. Unë ty s'kam një kur të kënu serbisht. U ba lufta. Do ta bëj pyetje. Unë nuk është se s'di me kënu serbisht. A është gabim me kënu serbisht? Gabim nuk është me kënu nga si lloj gjuhë. Por, unë mendoj që kanolli luftë e pa drejt, edhe nuk e di, për mendimin tim për momentin unë kam pas kënu, dikur e re e vogël, po nuk kënoj mas sepse jam ndërgjegjësu. O vëlla nuk ja vlen. Deri të kënojnë ata shqip. Unë s'kam një ty kur të kënu serbisht. Le të kënojnë absolutisht jo. S'kam një, as nuk kam se bën një dorë Le zemër. të kënojnë ato shqip, asaj na po kënojnë shqip. Ata kush? Bosnjakët çfarë? Jo, po Po le të kënojnë ato shqip, këngë tona, atëherë ndoshta kena më kënoj. Na këngë Po nuk jam te kjo pjesë. Kena këngë boll, po besoj. Absolutisht e kena shumë dukur. Serbisht s'kem nevojë me kënu as me një, domthonë. Por ngjyra e zanit tem, le të thonë kush doin çfarë duan, unë ishto kënaj. Jo, kjo As nuk kopjoj. Kjo është gjyra e, po nuk kopjohet. M'fal, Është po leme. Denke Pik kopjohet. Nuk besoj që kopjohet Denke Pik. Unë jam pura se me pas mujt me të kopjuar, kishin kopjuar 90% të stradës. Me pas mujt, Me pas mujt, po. Edhe me dash me vutin ai muzikë serbisht. Ka met na jani me ato vjetrat, thot i zoti hiqi. Që po pajtohemi në ti si artiste, edhe unë si një që dalë në emision, edhe flas për muzikën e për bëj pyetje, s'u flas, nuk guxoj, s'kam drejtë, s'di. Është gabim me kënu serbisht. Po pajtohesh. Po pse ne kënu serbisht se kena vënë tira boll? Çto pra? Jo rregull është. Bravo. Unë edhe këtë po tham. Shumë e thjeshtë. Por në moment më përpara kanë kënu sepse nëse ti s'ke ditë me kënu serbisht. Po jo që kanë kënu, pana edhe duhen ka parë. S'ke ditë me kënu serbisht të ne, atje po flas, do të thotë s'di gjatë. Le të ju edhe këtu bre. Thoshin nuk je këngëtare. Ta kanë, unë nuk e di gjuhën serbe. A do të thonë ka shkuar në shkollë, nëse ti s'kënon serbisht nuk je këngëtare. Po, si këngëtare. Zin ose smershin dasëm. Po ndime. Smershin dasëm se ashtu ka kanë. Por, thash, çish 98. Në 98 mbrapa te na janë shtëpia tek tuk, po si drejt re ose s'është. Eli Malaj është puro shqiptare, Eli Malaj është puro shkodrane. Nga nana jam puro qytetare, nga baba jam malsore. Katonare bjen. Jo. Ajo, malsore. Bjen jam me urës shtrejt, ka si dush. Qiteshi nuk e di se si më thanë. Ne s'kena as përzim, as me serb, as me turk. As me italian, as me asisan.